Shqiptarët sundojnë tregun britanik të kokainës prej 5 miliard poundësh në vit me dorë të hekur dhe shfaqin pa turp pasuritë e fituara nga krimi. Tani gangsterët shqiptar po rekrutojnë edhe ish policë të korruptuar nga vendi i tyre për t'i bashkuar në rrjetet e tyre kriminale. Shqiptarët kanë marrë kontrollin e tregut britanik të kokainës gjatë 2 dekadave të fundit, pasi kanë formuar aleanca me kartelet e drogës nga Amerika Latine dhe ish efektiv nga Shqipëria janë kapur duke shitur drogë dhe duke ruajtur ferma kanabisi në Mbretërinë e Bashkuar. Ekspertët thonë se ish policët janë flori për mafiozët shqiptar në Angli për shkak të njohurive të tyre të brendshme mbi mënyrat se si policia punon për të kapur trafikantët e mëdhenj. Ervin Karamuço, profesori kriminologjisë në Universitetin e Tiranës, i tha The Sun se ish policët veprojnë si këshilltar të bandave. Ai tha: ka raste ku ish efektivët janë përjashtuar nga puna për sjellje abuzive, korrupsion apo lidhje me grupe kriminale. Ata kanë shfrytzuar lidhjet e tyre me botën e krimit për të gjetur mundësi të reja dhe janë bërë pjesë kyçe e bandave. Disa grupe besojnë se njohuritë e tyre për taktikat e policisë do t'i ndihmojnë të shmangin kapjen nga policia britanike. Nga disa përgjime të agjencive ligjzbatuese shqiptare kuptohet se ata janë bërë instruktorët dhe këshilltarët më të rëndësishëm të kriminalëve. Në dhjetor të vitit kaluar, ish polici shqiptar Igli Ayazi u kap me antar të një grupi të madh kriminal, ndërsa ndodhej në Mbretërinë e Bashkuar me vizë për të studiuar kriminologji në Universitetin Roehampton në Londër. Ayazi, që kishte punuar si policë në Shqipëri nga 2019 deri në 2022, u tha policëve që e arrestuan se ishte në një pushim nga karriera. Ai u kap kur policia në Swansea ndaloi një makinë të lidhur me një klan shqiptar droge me bazë në Londër. Telefoni i 28 vjeçarit zbuloi mesazhe për një operacion të madh kultivimi kanabisi në kryeqytet, si edhe video të tmerrshme të abuzimit me fëmijë që ai pretendoi se ishin të lidhura me punën e tij të mëparshme. Ayazi u dënua me 20 muaj burg me kusht për 2 vjet, u dërguar në një kurs rehabilitimi dhe u urdhërua të bëjë 180 orë punë në komunitet. Ish polici dhe adhuruesi i futbollit Admir Hidri, 25 vjeç, pagoi shtrenjtë për përfshirjen me gangsterët pasi u hodh nga dritarja e një shtëpie ku kultivohej kanabis dhe theu shtyllën kurrizore. Hidri nga Failsworth në Manchester i tha gjykatës se ishte futur në krim pasi kishte marrë borxh nga një figurë botës së errët për të financuar kurimin e nënës së tij të sëmurë në Shqipëri. Ai tha se ishte detyruar të shlyente borxhin duke udhëtuar në Britani për të ruajtur një shtëpi në Failsworth ku u gjet bim kanabisi me vlerë 70.000 pound. Hidri u dënua me 2 vite e 6 muaj burg, pavarësisht pretendimeve të tij se kishte frikë për jetën dhe kishte thyer 2 rruaza kurrizore kur u hodh nga dritarja gjatë bastisjes së policisë. Një tjetër ish polic tentoi të qëndrojë në Britani pas një dënimi me 3 vjet për qëllim shpërndarje të kokainës. Klisman Sykaj apeloi kundër deportimit në Shqipëri në vitin 2022 pasi ishte futur ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar 11 vite më parë, ishte dëbuar por ishte kthyer sërish në vitin 2018. Ai u kap në flagrancë kur policia britanike e bastisi banesën e tij në Nottingham në vitin 2015 dhe gjeti kokainë të fshehur në sob. Sykaj pretendoi se kishte punuar për Interpolin, por më vonë pranoi të vërtetën. Pas dëmimit dhe vuajtjes së dënimit ai punoi si polic në Shqipëri, ku për ironi transportonte të burgosur. U kthye sërish në Britani dhe u kap me dokumentet falsifikuara italiane. Ai kërkoi të qëndronte duke pretenduar se ishte ndjekur nga gangsterët, por kërkesa ju refuzua. Në prill të vitit kaluar, Igli Duka, 24 vjeç, u dënua me 2 vjet burg për kultivimin e qendra bimëve të kanabisit në një industriale në West Lothian. Ai pretendoi se një gangster i njohur, të cilin e kishte arrestuar më parë në vendin e tij, e kishte shantazhuar për të punuar si kopshtar në fermën e drogës. Një i pest ish polic punonte në fshehtësi si infiltruar në mafien shqiptare, por pretendon se u përfshi në shpërndarje droge pasi identiteti i tij u zbulua. Mauricio Male, 30 vjeç, u dënua me 2 vjet burg me kusht pasi u kap duke shitur kokainë bosëve të krimit në Londër. Në vitin 2021, avokati i tij tha se ai u largua nga Shqipëria për në Mbretërinë e Bashkuar pasi njerëz të fortë të krimit i dogjën makinën e të atit. Tani bandat shqiptare të drogës janë bërë sinonim me videot ekstravagante në rrjetet sociale ku shfaqen me bijuteri, para dhe makina luksoze. Më famkeqi është grupi Hellbanians me bazë në zonën e Gascoigne në Barking, Londër. Ata përfitojnë nga ngarkesa e madhe për kokainë me rreth 2.5 milion përdorues në Britaninë e Madhe, duke e bërë këtë vendin më problematik në Europë për konsum kokaine dhe të dyti në botë pas SBA-ve.